u kthyem për showbiz. Blerina ka arë prej të renit shkebre tregu. Mirë, ke shumë pak... Shbe mirë, ku e pe ata të mirë. Unë vetë dhe thonë, mirë që patë që ajo fërnë përzimja qytetarë prej vendeve të ndryshme, po kështu katra urke. E vërtet, ato lëvija shumë e morë. Edhe që ajo pullat morajni normal, ju fësh Kosova, pullat me disë rrugë me prej. Jo, që në emision të nditën jëmë, zdi që andora të sen, heq mirë që na solë dhe diçka për e. Se i ke pulla në i krej. Pulla dhe gjela sa të duash, po në showbiz që ako të reja? Kemi të reja plot, kemi Big Brother VIP Albania që në silë situatët të shumë të e që fundit është Egli me Gjistin, ku Egli është ende interesuar për Gjistin. I tha një pytje, a ki halon ndjenja për mu, a ki ndjenja për mu sa qysh unë komendut paktën, edhe Gjisti ju përgjegjë, kjo ke lajme që i bërë interesant sa ti jo, ndjenja po në nënkuptën që ka. Po Egli ka më shumë se sa Gjisti ndjenja. Gjisti po në nënkuptën që ka, po sa Egli jo. Interesant është ftësia Eglit prej që është këthy, nashta mus ka pos ku një kemi në ikon jashtë, se kemi po që dhe prej që ka dollë jashtë Eglik, ka pos reagime dhe pi Olcit, ishte dashrit të saj, djetë nëse kam pos në një komunikim edhe i ka uru fitoren, po gjatë kohës ajo para se me dalë nga Big Brother nuk ka pos asnjë reagime nga Olci. Prej momentit që ajo ka dalë jashtë, tull me disa deklarata duke i uru edhe fitoren bile, e që ke interesant si reagimi tyre. Egli që ka në uru fitoren, no? E po, Olci ishi dashri i saj. Eksi. Po, ajo është përfolë dhe ma shumë ma herët, është përfolë prej Eglit për banorëve të tjirë tërkuan edhe nuk ka pas reagime deri në momentin që kjo ka dalë jashtë. Kjo po lem pak me kuptu më s'kam pas në i komunikim në momentin që ka dalë, ose në ashtë në armë pushim se Egli do ke kogja e mbusht në inatë edhe në Olcin, kështu gjatë bisedave që i ka pas me vajzat. Për ndryshe Prime-in e kemi të shtunën edhe të shohem se që në asil finalja, pritet që me uzidhe dhe finalisti i dytë, ose ndoshta edhe dy finalista. Do e përfasin nga produksion. Po, me qenë se kanë bet goqa shumë banor, kanë bet 7 deri në 8 banor, edhe finalja është shumë ofër për me shty ma shumë, po them ashtu, për me shty zgjedhjen e finalistave të tjerë. Kush mund të me shku të shtunën, se pas të e? Të shtunën besoj që do të shkoj Laerti, e kemi këta të dy. Po e shkru shtunë, Laerti. Po, Egli tha që nëse une nuk shkoj në finale, do të largohem, ashtu kështu nuk ka opcion tjetër. S'ka qa përbodo, se shkon finale, se shkon të shpia, njonën. E vërtet, e që nuk ka hapësira aty, po që unë besoj që ka me pas edhe një finalist të dytë që zgjedhet për shkak që të pas situatën se që shpori edhe në Big Brother mundet me nga bo edhe një surprizë, për ndryshe për Laerti, po, presje, mos më botash të politikona, a marrë një përgjigje tjetër. Laerti në shta dhe Gerta. Gerta? Gerta. Okej, ky djali jonë? Djali jonë e vëlsira për fund, po besoj, ndoshta për finalista ka me ka një fundit e prej atyre që fitojnë i pari. Do më thonë i fundit që delë prej shtëpisa, po thu? Po, i fundit që të dalë prej shtëpis. Okej, atëherë të falenderoj shumë Blerina nëse nuk e diçka ekstra për të shtuar. Jo, këto kenë. Shihemi nesër me ma shumë informata. Pa dyshim, unë tash është momenti ku duhet me uqunë kam edhe mi falenderu të gjithë sponsorët që e mundësojnë këtë emision. Qështu për jalo kamermanit që të kafe që të me pa, që të kafe espresso, Prince Cafe. A do në shishën e rrugovës? Që sa dush, ja, një të i duka gjinit të thonë. Ka sa dush edhe shishën të ujtë rrugove, po, pikës pare falenderoj